Gjatë orëve të fundit vendi ynë është përfshirë nga temperaturat të ulta të cilat në zonat malore kanë zbritur deri në -15°C. Bora ka shkaktuar ngrica në akset rrugore, por sipas autoritetit rrugor shqiptar, qarkullimi vijon normalisht. Zbritja e ndjeshme e temperaturave gjatë orëve të natës dhe mëngjesit në -10°C në qarkun Dibër, veçanërisht Peshkopi dhe Bulqiz, ka sjellë ngrica në disa segmente rrugore, duke krijuar vështirësi për qarkullimin e automjeteve. Rrugar Arbrit në disa segmente ka patur ngrica veçanërisht në zonat malore. Problematika me energjinë elektrike ka patur në disa fshatra përfshirë Lurslov, Selisht, Ostreni Madh, ku telat e energjisë janë kputur si pasojë të borës së rënë. Rruga Peshkopi-Kukës kalohet me zinxhir, ndërsa segmenti Ura-Çernecit Librazh ka patur problematika një ditë më parë në lëvizje për shkak të dëborës dhe pothuajse ka qenë e pakalueshme për mjetet e vogla. Autoritetet u kanë bërë thirrje shoferëve të tregojnë kujdes të shtuar, të përdorin goma dimrore dhe të ulin shpejtësinë. Në qarkun Elbasan, temperaturat kanë rënë ndjeshëm duke arritur në zonat malore -10°C dhe deri në -15°C në aksin Elbasan-Qafthan, ku rruga është trajtuar me grip. Aksi Elbasan-Gjinar dhe Elbasan-Tiranë nuk ka prezencë dëbore, por vijon kriposja në pika problematike. Prurjet e lumit Shkumbin dhe Proji i Zaranikës kanë ulur prurjet dhe nuk paraqesin rrezik, ndërsa shkarkimet e hecit në bajnë arrin në 390 m/s. Sipas të dhënave zyrtare, temperaturat minimale kanë zbritur deri në -18°C në Valbon, -15°C në Kukës dhe Qafthan, duke krijuar kushte për ngrica veçanërisht gjatë natës dhe në orët e para të ditës. Megjithatë, nuk janë regjistruar shreshje shiu apo dëbore, çka ka ndihmuar në mbajtjen e akseve rrugore të kalueshme. Autoritetet e autoritetit rrugor shqiptar bëjnë me dije se drejtuesit e automjeteve duhet të tregojnë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe kufizimet e shpejtësisë, si dhe të kontrollojnë gjendjen teknike të automjeteve përpara nisjes së udhëtimit. Gjithashtu këshillohet përdorimi i gomave dimërore dhe pajisja me zinxhir, veçanërisht për ata që udhëtojnë drejt zonave malore apo segmenteve ku ekziston rreziku i ngricave. Autoriteti rrugor shqiptar thekson se monitorimi i situatës do të vijojë në bashkëpunim me strukturat përkatëse dhe se çdo ndryshim i kushteve atmosferike do të pasohet me njoftime të mëtejshme për qytetarët.